Në kishën mesjetare të Efratit Mërqiu përkujtua 323 vjetori Kuvend të Arbërit, një nga momentet më të rëndësishme historike dhe kulturore për shqiptarët pas beslidhjes së Skënderbeut. Aktiviteti u mbajt në ambientet ku në vitin 1703 u mbajt Kuvendi Kishtar i Arbërit, duke rikthyer në vëmendje rolin e tij në ruajtjen e identitetit kombëtar dhe gjuhës shqipe. Historiani Paulin Zefi vlerësoi rëndësinë e këtij kuvendi si një pikë these për organizimin fetar dhe arsimor të shqiptarëve. Pikërisht këtu pranë kishës mesetar shënxon pak Zojt Mërqi, përvend kuvendin e dytë më të rëndësishëm në historinë e popullit shqiptar pas kuvendit beslidhjes Lezhës, pra 2 mars 1444. Nëse në Lezhë u hodhën themelët për krijimin e një shteti të mirëfill të arbër, duke mundësuar bashkimin e parë politik, ekonomik dhe ushtarak në historinë e popullit shqiptar, në Mërqiu vendosi gur themelin me rëndësi të jashtëzakonshme për mbrojtjen dhe ruajtjen e identitetit kombëtar dhe fetar të arbërve përballë zgjedhjes së rëndë të robërisë së perandorisë osmane. Ky vend ku ndodhemi sot nuk është thjesht një monument historie, por një simbol i qëndresës, mençurisë dhe përkushtimit drejt trashëgimisë tonë. Dhe Bashkia Lezhë mbetet e angazhuar në ruajtjen dhe promovimin e vlerave historike, kulturore dhe shpirtërore që e bëjnë këtë trevë edhe një pikë referimi të rëndësishëm për historinë tonë kombëtare. Le të shërbej ky përvjetor si një moment reflektimi dhe frymëzimi për më shumë bashkim, përgjegjësi dhe dashuri për vendin tonë. I Peshqitëqes së Lezhës, Otajo Vitale u shpreh se Kuvendi i Arbërit përbën një themel të rëndësishëm për historinë e Kishës Katolike në Shqipëri, duke ndikuar drejt për drejt në zhvillimin e saj ndërshekuj. Kuvendi i Arbërit përfaqëson një nga momentet betërarta dhe bevedimtare të historisë së Kishës Katolike në Shqipëri. Një kohë të shënuar nga vështirësitë e mëdha politike, shoqërore dhe fetare, barinët e kishës të udhëhequr nga shpirti i shenjtë patën guximin të mblidheshin për të ruajtur fenë, për të reorganizuar jetën kishtare dhe për të riafirmuar me qartësi identitetin e krishterit e popullit shqiptar. Pa Kuvendin e Arbërit, historia e kishës në Shqipëri nuk do të kishte qenë e njëjtë. Por Kuvendi i Arbërit nuk është vetëm një trashëgim kishtare, ai është gjithashtu një thesar kulturor dhe kombëtar. Në një kohë ndryshimesh të shpejta dhe shpeshe dhe pasigurta, Kuvendi i Arbërit na kujton se një popull pa kujtesë humbet shpirtin e vet, ndërsa një popull që nderon rrenit e tij mund të shikojë të ardhmen me shpresë. Kuvendi i Arbërit u mbajt me 14-15 janar 1703 në kishën Shëngjon, kryepremit, me mbështetjen e Papës Klementi të 11, me origjinë shqiptare. Vendimet e tij përfshin hapjen e shkollave dhe nxitjen e botimeve në gjuhën shqipe, patën ndikim afatgjatë u zbatua gjithësisht gjatë shekujve 18-19.